Në këtë pjesë të programit në Reze Dielli kemi ftuar një zonjë e cila ka zgjedhur një profesion që dikur, po edhe në ditët e sotme, në masë të madhe, dominohet kryesisht nga meshkujt. Ajo ka qenë e vetmja studente femër në vitin 1986 që përfundoi studimet e larta si inxhiniere mekanike. Kam kënaqësinë të kem në studio inxhiniere Dhurata Meta Dibrane. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi që je këtu. Sa vite tu bën inxhiniere? Unë jam diplomuar në vitin 1991. Që nga nëse njëshje këte, ti ushtron këtë profesion. Po. Si e zgjodhe këtë profesion? Kush të shtyu? Si ka qenë momenti parë që ti vendose të studioje për inxhinieri mekanike? Në fakt, kur ne përfundonim shkollën, 8 vjeçare në atë kohë, na jepnin të drejtë studimi, nxënësve më të mirë, ju jepnin një të drejtë studimi, dhe mua më dhanë degën mekanike në shkollën e mesme. Ishte pak... Të pëlqeu? Nuk e kuptoja në atë kohë, por mbaj mend që babai im tha që duhet të bësh këtë degë, sepse nga kjo degë shkon në inxhinieri mekanike dhe inxhinierët kanë titull, kanë emër. Kanë një status. Po, kanë një status, do me thënë që në atë kohë inxhinieri ishte një profesion, si me thënë, me i vlerësuar, dhe kështu vazhdova të mesmen, përfundova shkollën e mesme profesionale mekanike e përgjithshme në qytetin e Elbasanit, ka qenë një shkollë e madhe industriale, sepse Elbasani kishte metalurgjikun, kombinatin metalurgjik. Në vitet 82-86 unë aty kam bërë studimet e shkollës së mesme. Praktikat i bënim në kombinatin metalurgjik dhe kjo ishte një gjë shumë e bukur. Ishte një lloj sfide për ty, duke qenë se ishe në një rreth meshkujsh që studionin dhe mësonin në këtë fushë, apo jo? Në shkollën e mesme kishim, në shkollën e mesme ishim rreth 15 vajza në klasë, sepse në atë kohë ishte një lloj kështu që të mos ngeleshe pa jo, një të mos profesion? diskutohej femra meshkuj në profesion, si barazi në profesione. Dhe mbasi mbarova shkollën e mesme, direkt në vitin pasardhës, unë vazhdova dhe shkollën e lartë. Pastaj në profilin po inxhinieri mekanike, sepse ishte si rregull që kur kishe mbaruar një të mesme profesionale, deka e parë që duhet të kërkoje ishte inxhinieria dhe detyrimisht do me thënë e kisha detyrin që ta kërkoja si profil dhe e fitova, kuptohet me njëherë, do me thënë në këtë... Kur filloj të pëlqente kjo fushë? Gjatë viteve të shkollës së lartë, pastaj që edhe specializoheshe më shumë. Në vitin e parë, fakt, unë qëllova që isha vetëm unë vajzë në klasën time. Pra në klasën tënde këtu në shkollën e lartë ishe ti e vetmja vajzë? Në inxhinieri mekanike. Në fakt, dega mekanike kishte shumë klasa, por në klasën time isha vetëm unë dhe vetëm çuna, pastaj 24 ose 25 çuna dhe vetëm unë isha vajzë. Si të shihnin, qoftë edhe shoqëria jashtë, qoftë edhe ajo brenda, si e vetmja vajzë në klasë për inxhinieri mekanike? Ato, çunat e klasës më respektonin të gjithë, ja të kemi si motër, vetëm ty të kemi kështu, dhe jam tjerë shumë mirë, asnjëherë as ndonjë kështu, s'kam pasur ndonjë shqetësim, ndonjë gjë. Pastaj, gjatë viteve të më pastaj u bashkuan, pastaj se bashkoheshin grupet kështu dhe vinin dhe vajza nga grupet e tjera që bashkoheshin, dhe me gjatë gjithmonë ishte një numër shumë i kufizuar i vajzave në raport me meshkuj që ishin në inxhinieri mekanike. Por si degë është shumë e bukur, mua më pëlqen shumë. Çfarë të tërheq te kjo dega? Do të thënë që prej cilit viti ti ke hapur dhe autoshkollën tënde apo jo, ku ushtron këtë profesion, pas krijimit sigurisht familje se të gjitha me radhë që erdhën në jetën tënde, ti prej cilit vit punon si inxhiniere? Si inxhiniere drejtuese teknike ato shkollës, punoj nga viti 2014. Në fakt, deri në vitin 2014 kam qenë në punë në sektorin shtetëror, kam punuar në profesionin e projektimit të inxhinierisë, të degëve të lëndëve të inxhinierisë, edhe mësuese, kam dhënë mësim në shkollën e mesme, degët profesionale. Ndërsa nga viti 2014 mora bleva, le të themi, biznesin, ato shkollë. Madje si nënë e 2 vajzave, apo jo? Ja u ke trashëguar, pra edhe vajzat po marrin këtë drejtim. Po, me qenë se unë gjithmonë e kam prej meje besoj. Jo, më shumë besoj është ai indikimi që ka pasur pasioni që unë kam shpreh ndaj punës dhe ndaj profesionit.
në fakt gjithmonë kur vjen puna për zgjedhur profesioni për vajza, do me thënë nuk shikoja dot një profesion tjetër përveç fushës së inxhinierisë. Nuk e di, do me thënë me çfarë lidhet, por thjesht ndoshta unë e doja këtë deg, madje kur vajza e madhe fitoi atë për të vazhduar inxhinieri mekanike, edhe ishin vetëm 2 vajza në shkollë, në inxhinieri dhe gjithë çuna në vitin tani vonë, do me thënë para 5-6 viteve, dhe i kishte thënë ajo sekretarja, po ti pse ka ardhur në inxhinieri, çdo në inxhinieri mekanike, dhe vajza ishte trembur pak dhe më tha mua kështu, më tha ajo sekretarja, i tha shumë, po pse nuk i the sekretarja, se unë kam pasur mamin këtu dhe mami vetme dhe ashtu, dhe mami më ka më ka sugjeruar, le themi, sepse unë vazhdoj të ruaj shumë respekt për shkollën tonë, për profesorët, për pedagogët tanë që ishin me vërtet të mrekullueshëm. Kush janë më të interesuar me kalimin e viteve, djemtë apo vajzat? Më shumë vajzat janë të interesuara më shumë në kuptimin që përkushtohen më shumë. Teorinë e ndjekin vajzat me shumë përkushtim. Çunat vinë në teori, po janë pak më të pa interesuar për pjesën e teorisë, se me zor presin që të fillojnë praktikën. Ka shumë diskutime të kjo pjesa e të mësuarit në për autoshkolla automjetin, duke patur parasysh aksidentet që ndodhin, ose mosnjohuritë e duhura, pikërisht që vetë të rinj të dalin prej shumë autoshkollave. Çfarë mesazhi keni ju për ata që duan që t'i hyjnë kësaj pune, ta mësojnë makinën dhe në cilën mosh fillon dhe është më i pjekur dhe më i përgjegjshëm për të ngarë makinën? Të mësosh makinën, të pajisesh me leje drejtimi, për të bërë drejtues mjeti, është një përgjegjësi e madhe. Tani të rinjt janë të informuar dhe janë të përgjegjshëm, në këtë kohë të gjithë kanë makina në familje dhe nuk është se ju mungon informacioni, por në moshën 18 vjeç që ato kanë të drejtën të pajisen me leje drejtimi për kategorinë B, përveç atyre që mund të kenë marrë një leje drejtimi për ciklomotorët, ato deri në 50 kubiksh, të tjerët pajisen për herë të parë në moshën 18 vjeçare sipas ligjit shqiptar, sipas kodit rrugor shqiptar. Por janë mjaftueshëm të pjekur për të përvetësuar, vetëm që duhet të përkushtohen më shumë, dhe mendoj që dhe në pjesën teorike duhet jenë shumë të përkushtuar, sepse në qoftë se ti teorikisht rregullat, kodin rrugor dhe atë se si duhet ta zbatosh në praktikë, nuk e mëson mirë në teori, kur del në guida nuk është se pretendoj që të mësosh pjesën teorike. Pikërisht, është praktika. Kështu që për mendimin tim fillon me përgatitjen teorike, me bagazhin që gjithkush duhet ta ketë në mendjen e tij. Për kuptimin e çdo gjëje që ndodh në rrugë. Edhe sinjalistikën nga anat teknike, por edhe normat e sjelljes, mënyrët të sjellurit në rrugë. Do të thënë duhet të mësoj teorikisht dhe pastaj kur fillon guidat, edhe ka shumë të lehtë, edhe bëhet i saktë. Si reagojnë të tjerët kur shohin që në këtë autoshkollë është një inxhiniere grua? Pra kur vinë djem, burra për të mësuar automjetin, e ndjen një lloj paragjykimi? Jo, unë nuk ndjej ndonjë paragjykim nga kursantët. Ato faktikisht kur vinë kanë marrë një informacion paraprak, sepse tani është në rrjetet sociale, plus edhe më shikojnë në qarkullim në rrugë shumë me makinën dhe emri që kam në makinë, do me thënë shumë veta e marrin numrin dhe telefonojnë dhe pastaj e vinë. Shumë veta vinë ose për nusen, ose për vajzën, ose për të fejuarën, për shoqet. Kështu që, do me thënë, atë e kam pjesën më specifike. Kur vinë çuna që regjistrohen, unë kam dhe instruktor, kam dhe 2 instruktor në fakt të punësuar, që punojnë dhe ato, guida njëkohësisht me mua, dhe them që ato që vinë, edhe pse mund të jenë çuna, ndjehen dhe rehat, si me thënë, ose ndjehen më të qetë, po ta bëjnë guidën me mua. Pika të tilla ndyshimi. Më thuaj pak, a është ose gabon më shumë një person kur ka një vetbesim të lartë në timon, apo një person që ka frikë për shembull, që të jetë dhe më i kujdesshëm? Kush gabon më shumë? Personat që kanë frikë tregohen më të kujdesshëm gjithkohës dhe janë më të përqendruar gjithkohës. Ndërsa kur krijon një vetbesim, ti mund të shpërqendrohesh dhe duke hequr vëmendjen
nga ambienti, nga lëvizjet, aty mund të bësh gabim. Dhe ai vetbesimi i lartë në timon ndonjëherë të kthehet në rrezik. Të shkakton dëme, do me thënë. Përdorimi i telefonit është shumë i rrezikshëm, sepse të heq vëmendjen. Këto gjëra. Vajzat që bëjnë ndonjëherë tualet në makinë. Baba, sa e rrezikshme. Të heqësh duart nga timoni dhe të bësh tualet është e rrezikshme. Të kam parë në një video që ke postuar në rrjetet sociale ku ti thua dhe flet që si mund të kursejmë ne benzinën ose naftën, ndaj tepër në ditët e sotme që janë rritur se çmime. Shumë shtrenjtë është bërë. Dhe ishte interesante. Mund të na ndash dhe me ne se çfarë duhet të kemi kujdes që të mos shpenzohet shpesh dhe shpejt benzina apo nafta gjatë ecjes në makinë? Ka ca gjëra, si me thonë, që janë të aspektit të dytë, se në aspektin e parë ndikon fuqia motorike e mjetit në koston e karburantit, por këto janë element që ndihmojnë. Si me thënë, të përdorim shpejtësi uniforme, sepse kur ne frenojmë njëherë dhe japim gaz me njëherë, aty kemi kostot të shtuar të karburantit, në përgjithësi rrugët e drejta fushore harxojnë më pak karburant, sepse sa rruga në ngjitje, kur ka ngjitje dhe zbritje, edhe mbajtja hapur e xhamave, se presioni i ajrit shton forcën që duhet të kundërshtoj mjetin, që duhet në drejtim. Po. Ka element që këto mund të jenë të thjeshtë si element, por gjithsesi kanë një lloj ndikimi. Ka një lloj ndikimi. Do me thënë për të, si me thënë, për të ndihmuar kursimin e karburantit, se mjeti do eci me karburant, nuk është, derisa të blej makinat elektrike, do me thënë jemi detyruar që të përdorim karburant. Në ditët e sotme, ka pothuajse një numër të barabartë vajzash dhe djemsh që ngasin makinën, dhe nuk ka familje pa një ose dy minimalisht makina. Kush nget më mirë, djemt apo vajzat? Kjo është një diskutim, kjo është një diskutim që gjithmonë ka si me thënë element që mund të themi pro dhe kundër, meshkujt janë të sakt, në me thënë në përgjithësi meshkujt janë të sakt, ka një lloj intuite, pak më, si me themi pak më lartë, por vajzat bëhen shumë të mira, mbasi e mësojnë makinën, bëhen shumë të mira. Se janë më të kujdesshme. Se janë më të kujdesshme. Po, gjë që realiteti tregon tjetër gjë. Gjithmonë na paragjykojnë, se ishte vajzë në timon, ose nuk di të parkojë më mirë, nuk di të marrë drejtimin më mirë. Jo, është edhe paragjykim që mbetet një gjë që është paragjykuar për shumë vite dhe është e vështirë të thyhet, por unë them ditët e sotme kemi kaq shumë vajza që drejtojnë mjetin, që ngasin mjetin, sa janë shumë të zonjat. Nëse makina bën një zhurmë, se kam disa pyetje të shkurta si për inxhinier, nëse makina bën një zhurmë të çuditshme, kush trembet më shumë, burrat apo gratë? Besoj që gratë. Besoj që femrat gratë. Se kanë dhe kështu, s'kanë dhe njohuritë e dura, dhe tremben dhe nga vetë natyra. Një grua është më sensibël se sa një mashkull, ndaj të papriturave. Do ta zgjidhje përsëri këtë deg, nëse do të jepesh një mundësi e dytë, çfarë kënaqësie të jep ty të qenit inxhiniere mekanike? Po, gjithmonë, po të duhet të zgjidhja një deg, po këto do zgjidhja prapë, fakt. Dhe e kam thënë dhe me shoqërinë dhe kështu, nuk e di, më pëlqen, gjithmonë. Në shurtin ku e ke njohur? Mos më thuaj në këtë profesion. Jo. Do të thosha një kështu gjë të vogël, që kur unë mora patentën në peshkopi, atje e kam marrë patentën, dhe unë isha ose e para ose e dyta femër në peshkopi që po merja në gjithë rrethin e Dibrës të peshkopisë që po merja patent për ngarje makine, lej drejtimi, por në atë kohë thoshin një ngjarje e madhe, tani ditë sot është bërë shumë e zakonshme. Po, ndërsa në atë kohë dhe e para njerë edhe regjistrimin e bëra kështu me vendimin tim personal, pa marrë leje nga familja, se edhe ato do më thoshin, po që dojt, që duhet makina, por edhe ato kur ashtu atje në drejtorinë e transportit të rrethit Dibrës, kur kishin hedhur në sistem këto të drejtuesit mjeteve, që doli ajo që u hodhën në sistem, dhe ishin çuditur se vetëm
meshkuj, dhe kur kishte dalë një emër femër... Dhurata? Ishte tamam si një dhuratë. Dhe kështu që, do me thënë, kam pasur ëndër që në atyre 94 që erdhen makinat e para në Shqipëri, që filluan të hynë makinat private në Shqipëri. Ashtë më tepër në veri, ku ishte një lloj guximi nga ana jote për të bërë diçka që predominoheshe nga meshkujt, por që guxove dhe more dole. Unë shikoja të blija makinat, do me thënë që ishte një tabu. Po, dhe thash, profesioni më lidhte shumë me këtë fushë. Kështu që i njihje më së miri, dhe sot e kësaj dite ke nga pasion në një profesion. Profesion dhe pasion, fakta. Shumë faleminderit për bisedën, të uroj shumë suksese dhe mbarësi në punën tënde. Faleminderit, suksese dhe ju në punën tuaj. Faleminderit, ishim me dhuratën, me Dibranen ton, si inxhiniere mekanike, do të kalojmë në publicitet, rikthehemi përsëri në Reze Dielli.